Ja ku jemi si çdo ditë në shtëpinë tonë, mirë se keni ardhur. Sot do të flasim për vlera ushqimore, do të flasim për mënyra të larjes dhe pastrimit të shtëpisë tuaj, për këshilla utilitare. Qëndroni me ne. Mirë se erdhët, ditën e sotme të flasim për sodën, sepse soda është ajo e cila bën të gjitha ato veprimet që Anjeza sapo tha në këto momente. Dhe që përdore shumë nga meshkujt. Po, këtë normale. Soda është tema e parë në cilën ne do të flasim ditën e sotme, do gatuajmë, do të tregojmë vlerat ushqyese që ajo ka, do të tregojmë edhe të anë negative që mund të ketë. Megjithatë, kemi shumë për që thënë në fund, si çdo ditë tjetër, në fund të fundit. E nisim me historikun e sodës bukës, jeni dakord? Nga antikiteti e deri më sot njeriu e ka shfrytëzuar më së miri biokarbonatin e natriumit, ose siç njihet ndryshe sodën e bukës, një krip e përbërë nga jonet e natriumit dhe biokarbonatit. Kjo përbërje kimike e bardhë është kristalore, por duket si pluhur dhe gjendet tek burimet të shumta mineralesh. Fjala sod buke rrjedh nga fjala latine saleratus, që do të thotë kripe e gazuar. Egjiptianët e kanë përdorur që në lashtësi për të prodhuar sapunin, por edhe për pastrimin e qelqit dhe materialeve të tjera. Kjo përbërje është përdorur edhe për balsamimin e të vdekurve, ndërsa romakët e kanë përdorur për të larë rrobat, si dhe për trajtimin e një sër sëmundjesh, të lëkurës apo edhe të dhëmbëve. Deri në vitin 1700 nuk ka patur fabrika që ta prodhonin këtë substancë në mënyrë industriale. Ishte Nicolas Leblanc, i cili me një formulë kimike ktheu kripën në sod, por kjo formulë përmbante element të lartë toksik. Ndaj ajo u zvendësua nga formula e Ernest Solvayt në vitin 1863. Ishte ky i fundit i cili solli në treg një prodhim industrial të sodës së bukës me standarde. Industria që mban emrin Solvay është aktualisht edhe lider në prodhimin e këtij produkti. Kjo substancë përdoret tashmë gjërësisht nga kompanitë farmaceutike, prodhuesit e perimeve, amvisat, fabrikat e ushqimeve e të tjerë. Është një përbërës që bën pjesë edhe në shumë prodhime industriale, të cilat janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian dhe gjenden me formulën E500. Rikthehemi te këndi i kuzhinës për të bërë recetën e parë me sodë buke. Me mua në studio është Luiza, e cila vjen për herë të dytë, sot ndihet edhe më mirë, më me pak emocione, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta, Anjeza. Sot do të gatuash me sodë buke, çfarë do na bësh? Po, sot do bëjmë pispili me sodë buke. Po, domethënë do bëjmë pispilin, Po. e cila në përmbajtje do të ketë sodën e bukës, shoh që ke marrë presh. Po, presh, gjalp, vezë, miell mistri, Po, miell gruri, kos dhe krip. edhe krip. Po, Pra kjo është receta bazë që ka pispilia, Po. që përdoret edhe miell mistri, edhe miell gruri. miell gruri. Sigurisht që nuk mungon kosi, veza dhe gjalpi. Ndërkohë që ne do ta bëjmë me presh. Ka mënyra të tjera të bërjes Po, së ka, pispilis? mund ta bëjmë me qep të njoma, Me lakër tegër, me lakër ndoshta? tegër, po shkon, Me mielli jeshillëqe mistri. me spinaq, Shkon, po më shumë shkon me presh dhe më me shumë shkon me preshën, ëh? qep të njoma. Dhe me qep të njoma. Mirë, nisim të realizojmë këtë recetë, po soda e bukës pse do të hidhet tek pispilia? Hidhet zakonisht? Sepse unë e di që zakonisht përdoret në kek, Hidhet tek buka, tek se e ilaçe. kullon më mirë. Edhe i jep dhe një shije tjetër. Ndikon në fryrjen apo Po, s'ka? ndikon dhe në fryrjen e. Shumë mirë. Ndërkohë marrim preshët në fillim. Marrim preshët, do t'i kavërdisim pak. Në tigan kemi Shumë hedhur vaj pak në se- ullirit, po. Do t'i kalojmë pak në skryq, se pastaj do të kalojmë procedura në pjekje. Po, për 30 minuta do t'a pjekim. I hedhim dhe gjethet se Edhe gjethet, sepse dhe ato japin shihet mirë. i presim në mënyra shumë të madhe, as të vogla, që të ndihet. Po. Në fakt, pispilia ka filluar të përdoret shumë edhe në shtëpi, edhe në për restorante. Po, Një recetë tradit shqiptare, me Po, thënë është të drejtën, tradicionale përdoret- shqiptare, është e thjesht, e kam përdorur gjyshet nëna tona shumë herët, dhe recetat që bëj unë janë dhe pa kosto. Pa kosto fare dhe janë dhe të shëndetshme. Se në shtëpi këto gjërat gjithë ju ndodhen. Pasi kemi ngorer, vendosim breshën të skuqet, kaloj një kapardisi të lehtë, ndërkohë do t'i hedhim edhe pak gjalp apo e lëm kështu. Do t'i hedhim dhe gjalpin, se gjithë
yndyrën që do t'ja hedhim që në fillim. Shumë mirë. Edhe është e thjeshtë pispilia. I presim tham dhe gjethet dhe kokën, të gjithë preshim. E thjeshtë. Luiza, nga jemi origjinë? Unë jam nga Fieri. Nga Fieri. Jam nga një fshat Buzdetit, ta them dhe emrin? Po, thuaje. Jam nga Darzeza, e Fierit. Një fshat Buzdetit, midis Semanit dhe Vjosës. Pushimet e verës i kalon andej, kam përshtypjen. Po. Po thoj se 3 muaj. Qëndron atje. Iki, kam shtëpinë e prindërve atje. S'kam asë njëri se Je rritur motrat e Buzdetit. vlezrit i kam në Itali dhe vetë atje. Gjatë gjithë verës, ko e bukur. Është një vend i bukur. Jam shumë kurioze në fakt të shkoj njerë, ma e pak Lukën e Drurit, sepse dëgjoj që është një plazh shumë interesant. Është një plazh shumë i bukur. Me çfarë është me rër apo me Është me rër. Me rër, ë? Po. Ka pyll. Është fshat turistik. Po, fshat turistik. Ka pyllin shumë të bukur, ka ati njerëzit mere me peshkim, ka lloje të ndryshme peshqit, restorantet që gatojnë shumë mirë. Po i bëj një reklam fshatit tim, ju përshëndes të gjithë. Përshëndesim zonjat që na ndjekin nga fshati yt. Tani besoj që janë në shtëpi se gjatë verës janë Buzdetit duke shijuar natyrën e bukur, ëh. Aty në fakt fierakët aty e bëjnë plazhin, kam përshtypjen. Gjithë Fieri, zona e Mallakastrës, gjithë aty vinë. Shumë mirë. Kështu që edhe recetat me produktet e detit besoj bën shumë të mirë. Po, peshkun, gjallat, bretkosa, gjithat. Shumë mirë. Tani, kemi vendosur preshin të skuqet, do t'i hedhim dhe gjalpin, ndërkohë që do të bëjmë edhe brumin e pispilis, Po. për ta vendosur më pas në Tani t'i furrë. hedhim dhe gjalpin, se nuk do t'a vërdisnim shumë, pak. I vetë gjithë këtë. Ta hedh gjithë? Po, hidhe. Vetë sopën tjetër. Jo, mjafton, besoj. E do prapë, mirë, më falë se po të ndërhyj tek receta. S'ka i ndyrë tjetër, vetëm Nuk kaq. ka i ndyrë tjetër, po. Vetëm kaq, i duhet. Tani marim, Tani bëjmë brumin, po, do bëjmë brumin. Marim i thym 2 kokra veze të tërën. të gjithë vezën. Po. Mund ta vendosësh dhe te tasi, nuk ka problem. Marim dhe kosër. Rafim pak vezët që në mënyrë që të hapen mirë bashkë me kosin. Besoj preshi mjafton na një za mund ta Ja sa të hedh. shkrihet gjalpi, edhe hedhim kos. Po, Do të thënë, sasia që duhet hedhim apo arin ta dallosh me sy? Me sy, e dalloj me sy. Nuk ka masa që përdorim masë ose gramator. Gjithmonë me sy. Dhe pjesa në sopë ka përfunduar. Po. Më pas do të kaloj gjithçka në furrë. Atëherë do Mund të ta rajmë largojmë vezët pak me që- kosin, po. Nga nxehtësia ta largojmë që Po, ta largojmë. se pastaj do ta hedhim tu në brum. I shtojmë dhe pak krip këtu anjeza. Edhe pak krip. Besoj që tani do të përdorësh edhe sodën e bukës, pak më vonë në momentin Po, që do hedhim. te kur të hedh mielli, Me byrekët, me pispilisi e ke marrëdhënie? po me Ju a brumin bën e djem kam të- shumë mirë marrëdhënie. Sepse burri im është nga Korça dhe kam mësuar dhe traditën korçare, Ke lakror mësuar të dhe këto. lakrorin, petanikun, Po. të gjitha dhe ja bën bashkëshortit. Po djemt, në çfarë moshe i ke se ke 2 djem? Po, kam djalin e madh, e kam 20 vjeç, studion për drejtësi. Shumë mirë, Kam urime. dhe një djalë të vogël, 12 vjeç. Luiza, më the që ke jetuar shumë në Greqi. Në Greqi i bëje këto receta dhe traditë shqiptare, si Po, i bëja. pispilin, byrekun. I bëja gjithmonë. Më shumë gatoja gatimet tona, se Sepse me për ato ato ishim kishit mall, rritur, aha. kishim mall, po mësova dhe shumë kuzhinën greke se kanë kuzhinë shumë pasur. Po. Ndërkohë që kemi hedhur dhe miellin e misrit për të bërë brumin Po, e pispilis. do t'i shtojmë dhe shumë pak i thjeshtë. miell gruri, Po përse i shtohet mielli i grurit? Për të bërë një kombinim, do shta që një kombinim më e mirë, e lith miell i grurit, Aha. e lith pak. Po, më shumë i hedhi miell misri, Baza është miell i misrit. Besoj mjafton, tani do hedhim sodën. Ta kam sjell aty afër.
Pra, deri tani kemi vendosur preshin pasi e kemi prerë të gjithë të plotë së bashku edhe në pjesën e bishtave, kemi vendosur të kalojë një skuqe të lehtë me vaj ulliri dhe me pak gjallë, ndërkohë që po bëjmë brumin. Kemi hedhur 2 vezë, kos, miell misri, miell gruri, dhe pak krip dhe sot. Po, piper, kështu gjëra të tjera? Jo. E lëmë më mirë kështu. Bëjmë një pispili tradit, me pak gjëra të shishme me vlera. Po e bëjmë shqiptare, si që kanë bërë Gjyshet dhe nënat. gjyshet dhe nënat tona, ashtu po e bëjmë dhe ne. Se ka preshin brenda, nuk ka nevojë për aroma tjera. Po, ka aromë preshe. Tani këtu Anjeza i shikoj me sy. Është bërë brumi ashtu si që duhet? Në qoftë se do dhe pak miell, Do dhe pak mjallë. e shtojmë. Në këtë rast do pak mjallë? Do pak. Të bëhet më shumë si brum byreku? Jo, më i holl pak, më i holl. Se gjatë pjekjes mielli i misrit mpikset ka dhe mielin e grurit, nuk është si brum byreku. Këtë e rajmë gjithmonë me pirun, nuk e rajmë si mielli që bëjmë byrek, brumin që e rajmë me dorë. Po, e rajmë me lugë ose me punë. Po. Kjo është shumë e thjeshtë, në shtëpi mund ta bësh mas dite duke bërë në një punë tjetër. Këtë e bën shpejt e shpejt. Tani në dimër shkon shumë. Po, edhe me shoqëroj me djathë, me dhallë. Po, perfekt. Tani mund t'i hedhim preshët, janë ftohur. Të gjitha? Të gjithë pa frikë se humbasin brenda gjatë pjekjes. Se s'ka yndyrë tjetër, vetëm këtë ka dhe i duhet kjo. Dhe pak gjallë, shumë mirë. Tani i përzim të gjitha që bashkë. do ta vendosim. Kjo piqet rreth 30 minuta në 250 gradë. Po, dhe duhet ta kemi ngrohur furrën përpara? Po, gjithmonë furra e nxehtë. Pse me kaq gradim të lartë? Po, misrit do. Do të jetë ngrohur. Pastaj e ulim e lëm në 200 gradë. Që të bëhet avash avash, që të bëhet dhe më e shishme. Shumë mirë. E vendosim dhe në tavë. Dhe ky është brumi, kështu duhet të jetë konsistenca e brumit në momentin që bëjmë pispilin. As i trash, as shumë i holl në këtë mënyrë. Bravo. Të lumshin duart. Tani besoj që ka dalë edhe e shishme. Do ta provojmë pas pak. Hedhim në tepsi. Më pëlqen Luiza qetësia, sot jam më e qetë, kam përshtypjen se herën e parë kishe pak emocione. Jam mësuar edhe e sigur që do na vish edhe më shpesh me këto receta tipike shqiptare që të gjithëve na pëlqejnë. Edhe është mirë në fakt që her pas here i kthehemi traditës. Edhe e vendosim në pjekje, nuk do t'i hedhim asgjë tjetër sipër. Jo, yndyrën e ka brenda. Për ta bërë dhe më të larmishme pispilin, zakonisht shohim që përveç kosit i hedhim edhe djathra të ndryshëm. Po, mund t'i hedhim djathë bardhë brenda, sipas dëshirës. Sipas dëshirës, shijes apo përbërësve që ju keni në shtëpitë tuaja. Në shqiptarja është kjo, me presh. Po, në rregull. Po japim dhe alternativa të tjera. Kush ka dëshirë djathë të bardhë? Po. I shkon. Shumë mirë. Dhe tani është gati për të vendosur në furrë. Furrën e kemi ndezur pak më parë. Po i hedh dhe në sipërfaqe mia misri? Po, pak sa për kështu, se do piqet. Dhe ja ku e kemi. Mirë, e vendosim në furrë. E vendosim në furrë për rreth 30 minuta. Mirë. Më fal, okej. E vendosëm në furrë, ndërkohë që presim sa të piqet dhe për efekt të kohës televizive, ne ju ftojmë të ndiqni një klip për sa i përket sodës së bukës, si prodhohet ajo, si paketohet për të ardhur më pas tek ne. Ndjekim klipin e rikthehemi për të parë përfundimin e recetës pispili me sot buke por me presh. Përdorimet e shumta të sodës së bukës, jo vetëm në kulinari, por edhe në industrinë farmaceutike, kanë sjellë rritjen e kërkesës në treg për këtë produkt. Jemi në një nga fabrikat më të mëdha në vend që importon sodën e bukës. Sipas inxhinieres Dorina Balliu, standardet e produktit janë të larta. Soda që ne tregtojmë vjen nga një nga firmat më të mëdha në Europë. Është një nga firmat të standardeve më të larta europiane, quhet Solvay, nga vjen edhe emri i procesit të prodhimit të sodës, sa për kuriozitet, është e certifikuar sipas standardeve europiane, me certifikatën e cilësisë 9001, 22000 HACCP që ka lidhje me cilësinë.
ka një standard të lartë të cilësisë dhe të higjienës së sodës. Balliu ndalet gjithashtu edhe në proceset në të cilat kalon soda e bukës. Soda që ne marrim vjen e ambalazhuar me thas, me sasi 25 kg, por në treg nuk kërkohet me këtë sasi, por me bustina më të vogla, kështu që ne si e marrim e paketojmë sipas kërkesave të klientit. Soda paketohet në një makinë me standarde të larta europiane dhe të kohëve të fundit. Merren thasët, siten, megjithse soda që ne marrim nga firma Solvay është e një cilësie të lartë, prap kushtet dhe standardet shqiptare dhe europiane na kërkojnë që ta kalojmë dhe një herë në kushte më të larta sigurie. Për këtë arsye ajo kalon në sit, pastaj kalon në makinën paketuese, ku del në formate më të vogla 100 gramshe, sipas kërkesës së tregut. Këto pako janë me ambalazh të certifikuara sipas kushteve dhe standardeve europiane për konsum njerëzor. Ndikon teknologjia dhe pikërisht paketimi thuhet që konsumohet brenda 3 vitesh. Do të thotë që është rezistente. Është rezistente, por si çdo produkt i tregut, duhet të ketë një datë skadence, një datë të saktë deri kur duhet të konsumohet produkti. Dhe është e detyruar me ligj që ajo të shënohet dhe ne t'i japim sigurinë konsumatorit deri kur duhet ta përdori këtë produkt, deri kur ky produkt i ruan vlerat e saj. Edhe ja ku e kemi gati pispili, në fakt ne për efekt po e kemi pjekur më përpara, se duhet 30 minuta dhe do donim shumë që t'ju servirni. Kjo është pispilia që ne realizuam me presh me Luizën. Faleminderit që ishe me ne deri në këtë moment, por do të vazhdosh të jesh për të bërë një tjetër recetë pas pak minutash, pasi ne të flasim për vlerat e sodës së bukës edhe përdorimet e saj të larmishme, jo vetëm në kuzhinë gjatë ditës së sotme, menjëherë pas spoteve publicitare.